jashtë vendit dhe pastaj mbështetjen e bashkësisë ndërkombëtare për të bashkuar popullin e Kosovës dhe për të arritur marrëveshjen e paqes e cila për të cilën u përgëzuan nga të gjithë si një prej tranzicioneve më të suksesshme drejt paqes dhe një shembull i spikat i partnershipit kombëtar dhe ndërkombëtar në arritjen e një rezultati përfundimtar të qëndrueshëm dhe unanim. Kjo është platforma më e duhur dhe vlerësueshme për të arritur drejtësi në më shumë duke patur parasysh gjitha konfliktet që ndodhin në rajon të ndryshme të botës. Drejtësia është një konstante që i jep çdo personi dhe çdo viktime atë që meriton. Viktimat meritojnë atë që ju përket atyre, ashtu siç meriton edhe Zoti Beseli atë që i përket atij. Meriton, pra... Bisedat nuk kanë të ndollur. Zonja Malisi dhe zotëri Aradina jemi këthyrë në transmitim direkt, kërkojnë ndjes. Kemi një pauzë nga gjykata, ndërsa po vazhdojmë. Po, do ndishtë ata pyes në fakt se do të bashkan gjithë të Azrestra, ndryshim në transmitim live. Nëse tha që si ish kryeministër, ish president i këtij vendit, shpallet fajtor, dhe në anën tjetër ka qenë pra lexuesi i pavarësisë Kosovës dhe ne e përmendëm në krye të herës këtu që natyrisht Serbia do provojë ta përdorë këtë situatë dhe a do ta shtoj zërin mbasi në ato që përpiqet ta bëjë gjithë ta kontestoj shtetin e Kosovës. Shikoni, nëse thotë që ose kush do koft atje emrat, sepse tash njerëz ka herë po i mendojnë sikur po folin për thoqin, për rrez. Ne të fut për që kanë as për që këtë tash, biu që e për te, i të fut për shtetin dhe të drejtën tonë të lirisht dhe shtetit. Pikërisht. E ata janë emra. Pikërisht. Dhe në këtë kontekst nuk ka lidhje sa dënon. Do të shohim pa fajshëm. Se si të bëjnë ata do të jetë personalisht për ata, familjarisht, edhe për oponentët që janë budall, mjop politik, që do ashta bëhet diçka. Nuk ka përfitim. Nuk i vjen kërkuj ky shtet udhëheqës i këtij shteti që i ndërtuan mbi diçka që të ka dënuar për kriminale. Or sikur me të pangrit shteti gjermën mbi nacizmin. Dhe me thonë nacistët do të që dënuan atje mbi ata, më shu ata pa fajshëm, më palshu ata për shembull të pa fajshëm. Mos më pa dënu një shtet nacist kush djetu, një shtet që i ndërtuan mbi ato kriminale, s'do kush me bashkëpunu me ty. E dyta, ade jo sigur do po thojnë siguria o NATO këtu s'nan, shumë mirë. Tash çka është ngritet narracioni dhe ju bjen majoriteti ju rritet epshet dhe apetitet Serbisë për me na mujt në bisedat ndërkombëtare që i kemë. Kjo gjuma shto e mërgju më shpesh. Ta shfaqem edhe për shikuesit të pamje. Kjo Gjermoni. Pra, gjyqtarën e speciale se zë gjumin në seancën, gjersa avokati Veselit po jep të fjallën përfundimtare, kjo mbi të gjitha kallëzën në një formë profesionalizmi i cili po të regohen nga kjo gjykatës. Njëtë si kur Jehona të ishte në gjumë në këtë moment. Jo, nuk është njërzore të fleshti brenda emisionit, Jehona. Kjo në këtë trup gjykuse kom pas në gjyqin tim. Komplet të trupa gjykuse. A gjithmonë flen? Komplet këta janë. Jo, të unë ka flet ma shumë a i ploki. A i tjetëri? Po tash i kanë merenda. Problemi është shtu, unë e menoj në trupit gjykus, në ke pas këtë trup gjykus, bile kesh i bashimi, thash hashim, po më doke në ka bujnë prova mu me të arty, kesh, jo marrë dhe kesh mundëm në qitë njajtin. Por që ka kanë bu mirë, i kanë nëru edhe me halingin, me ato që këmë thonë në budol, që i tha edhe avokati, ki po atë lëshkushin që jo dole ndaj haling. Unë e halingin e këmë pas kërësori me atë italianë. Po lëshkus nuk është do një ofendim në këtë rast, i ka flok të kuqin. Jo, më falë ty, a pa bëndon ofendim a për budol. Për budol, unë i kom thonë në seancë, se se kom bënë atë problem hiq, i kom thonë aty. Budol i kom thonë drejt për drejt në seancë, se dini aty, kom aty une. Për lesh kuqe, flok kuqe, flok bardha, i mundet më më flok zi dhe kuqe tjetër. Ju bash zizi. O që akon marë una i të vetë babe në una, dhe pëse ja kanë buqës. Radine, nuk jem vëzë shkar. Në boljon edhe atu, se i ka dhe Trump i flok të kuqe, shka me buta. O, dhe fix. Nuk je bash zë shkan. Mosha ka but vetën. Jo, fula për halling fula. E përmendëm mazërën për dërisa si shë këtu, pra nëse lexuesi apo ai që shpalli pavarësinë e këtij vendi dënohet larg qoftë gjithmonë themi për krime lufte, kjo do të përdoret në avërin nga Serbia. Normal, Ana tjetër ma thuaj një vend që ka dënuar një politikan të tij nga shteti i tij, sepse në fund të fundit kjo gjykatë është e Kosovës sipas ligjeve që janë miratuar këto, dhe i bie që ne ta shpallim vetveten.
Jo, nuk njo, pak në vëndë serioze. Supozojmë e marrin francesht, mas luftës së dytë botërore.